A fitohen më shumë para nga dasmat apo koncertet? Varet. A këndojnë të gjithë këngëtarët live në dasma? Jo. A ka më shumë ego në estradë? Po. Kush është këngëtari më i nënvlerësuar në Kosovë? Nuk e di. Se ka mendu në jetë. Kush është më i mbi vlerësuar? Kënë zonë për një me hëtë, kështu se nuk e di. A ka rivalitet mes këngëtarëve? Vetë profesioni është rival. Edhe gjithçysh ti ki me mendu pak me po për rreth edhe mu mundu me bo diçka ma mirë. A të ka kopjuar ndonjë koleg? Ka shumë raste që e vrej. A është muzika sot më shumë biznes se art? Me raste po edhe biznes. A do të bëjë një këngë vetëm për klikime? Jo, kom pas rastin që s'kom pranua si raste dhe si këngë. A është e vështirë të jesh besnik në këtë profesion? Është e vështirë, po që jo e pa mundër. A ka artist që blen klikime? Ka dhe të tillë. Ajo është mashtrimi vetë vetës, sepse në fund është ajo e dëshmon, do më thonë, sa ki punë dhe sa njerëz vinë në ramje. A të kanë ofruar ndonjëherë shumë para për një dasëm që refuzove? Ka pas rast kur kam qenë në zonë, ka thonë anuloj ato, më po t'japim ma shumë veç hajde tonë, po jo, nuk e pranoj ato asnjëherë. A është fama e përkohshme në muzikë? Po mendoj muzika që e bëj unë, është ma afat gjatet e na, kurse këto muzikat moderne, ka raste që po janë edhe ma afat shkurta. A është më vështirë sot të bëhesh këngëtar? Shumë. Nëse nuk do t'ishe këngëtar, çfarë do të bëje? Do t'isha gazetar, si të janej. Jam edhe me profesion komunikimin masiv, këtu në AAB jam gjenerata e dytë e AAB-s, kështu që gjithçysh do t'isha pranë publikut. Ka që kishim për hotësit? Ta shpiurojmë edhe shikuesve mirëseardhje në Elite Way, edhe kalove sfidën me sukses. Faleminderit shumë. U mundoha pak me i kështu, aty mos me qenë konkret komplet me gjatë ata. Mirë shumë, faleminderit. Alban, po kthehemi pak te fëmijëria jote. Çfarë fëmijë ke qenë? Fëmijë shumë i gjallë, po i dashtëm, po besoj që shumë përshkruajnë i gjallë në atë aspektin, jo problematik, po shumë i lëvizshëm. Edhe cili ishte momenti kur te kuptove që rruga jote ka me qenë muzika? Dashnia ndaj muzikës, do më thonë, gjatë gjithë kohës kam këndu, do më thonë, edhe ka shpija edhe ato, edhe kam dasht muzikën gjithmonë. Kështu që momentin e parë që më është dhënë